Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Luanit. Do bëjmë leximin e radhës të dashur Luan. Kam qenë në spital, vuaj nga hernia diskale, operuar 2 herë dhe sikur nuk po gjej dërman dhe kjo është arsyeja që unë ndonjëherë zhdukem, nga që nuk ulem dot. Në fakt as nuk shtrihem dot, po që ja kështu po e ashtu, po mundohem ta kaloj dhe të fillojmë leximin ishte arsyeja që nuk kam lexuar, desha t'ju tregoj. Dhe të fillojmë leximin e juaj. Po fillojmë me energji kogja, sikur të shpejtë, pavarësisht se këtu në mënyrë paksa humoristike tregojnë në një drenushë, mundësi të reja që shfaqen por kërkon guxim dhe përqendrim për të ndjekur të dashur Luani. Është energji e asaj që sikur nuk pret, po hidhet në rrugë për të arritur atë që do. Megjithatë, kam afër këtu Hermit, që është kërkuesi, vetmitari, dietari, shikoni me llampë duke kërkuar, analizuar, shikoni ku po lexon këtu, një ndalesë brendshme, një moment të reflektimi, edhe pse jeni njëri veprimit Luan, absolutisht i do gjërat shpejtë, kjo javë do të vendosë përballë nevojës për të menduar mirë, përpara se të marrësh hapa. Është kohë të ndjekësh pak sa atë dritën e brendshme dhe jo vetëm impulsin. Do thotë një energji sikur po ju shtyen shpejt nga që do vinë lajme, do ndodhin gjëra të reja dhe do ju shty sikur drejt asaj, ju kërkohet vërtet guxim, por që me një guxim, me një kosisht një reflektim, duke i parë gjërat dal nga dal. Nga ky reflektim lind asi I gjetheve. Shikoni këtu është fillimi pastër, mundësi e re që lidhet me ide, frymëzim ose një fillim një fillim nuk do duket që napat e parë shumë I madh, por që ka potencial të madh. Është si një fletë e re që të jepet për të shkruar një kapitull të ri. Prandaj është kjo këtu, çfarëdo që po futeni në një energji që kërkon sikur guxim dhe të bëhet shpejt dhe Luani atë dhe doja apo letrat duan një këshill nga to që të mos I bëjmë gjërat shpejt, të reflektojmë, të ndalemi dhe të bëjmë gjërat duke I menduar, analizuar dhe vepruar. Do thotë një hap mendim, analizë, vepro. Hap mendim, analizë, vepro. Në atë mënyrë dhe kjo do jetë vërtet një mundësi që do duket në fillim e vogël, por që ka një potencial të madh. Dhe në zemër të leximit të juaj, të dashur, kemi 4 që flet për një ofertë emocionale, ndoshta edhe pak ku dikush të afrohet me ndjenje për të ndihesh paksa dhe I hutuar apo I pasigurt, ose nuk e di nëse duhet ta pranosh. Mund të jetë për punë, mund të jetë për dashuri, pavarësisht se janë zemrat këtu që flasin për dashuri, por që nuk do thot patjetër, janë lexime të përgjithshme. Është një shans I mirë që qëndron para teje, por që rrezikon të humbas nëse nuk e sheh me sy të hapur. Në kuptimin asaj të shikosh përtej asaj çfarë është përpara. Dhe kjo është ajo që tregon një hap, një mendim, një analizë, pastaj veprim. Zemrat tregojnë, 8 zemrat tregojnë që diçka këtu do dini ta menaxhoni ashtu siç duhet. Do thotë, kjo është për mua, kjo nuk është për mua. Me një farë mënyrë sikur do seleksiononi të dashur Luan, edhe pse mund të ketë emocione të forta, kjo javë të shtyn të kuptosh se nuk është çdo gjë e vlefshme të mbahet. Ka ardhur koha për të ecur drejt diçkaje që të jep më shumë jetë, më shumë mundësi, më shumë nga ajo çfarë dëshironi. Dhe nëse e bëjmë në këtë mënyrë, do të thotë edhe pse dëshironi të veproni shpejt, të pranoni për shembull një person apo një ofertë për punë, një ofertë për biznes apo çfarë do të jetë, do doja thash ta merrni me një kokë të ftohtë, por me zemër të ngrohtë.
të shikojmë përtej asaj, të lexojmë mes së rreshtave, të shikojmë ta them unë si e them si në këtë nga gjitha anët para se të vendosim. Nëse e bëjmë në këtë mënyrë të dashur Luan, ja ku është drejt të zemrës. Cill gëzim, shoqëri, bashkim, pas gjithë këtij reflektimi, pas sigurive dhe largimeve që nga gjërat që nuk i shërbejnë më, java mbyllet me një ndjesi gëzimi dhe mbështetje nga ata dhe ju vetë që nga njerëz të dashur, nga ju vetë në harmoni të plot me veten e juaj. Është një kujtesë se pavarësisht se çfarë lë pas, nuk je vetëm, ke pranë dashuri, gëzim, miqësi që të mbushin zemrën. Apo kemi shumë gjëra për të qenë minjos, ta them më shkurt të dashur. I gjithë leximi juaj tregon një udhtim mes guximit dhe reflektimit. Do të kesh një shans të ri përpara të dashur Luan, por do të duhet të ndalesh dhe të mendosh siç e thash me qetësi përpara se të zgjedhësh. Dikush mund të të ofrojë ndjenjë apo mundësi të mirë, por ti duhet të dish çfarë do të mbash dhe çfarë do të lësh pas. Në fund, gëzimi dhe dashuria do të të gjejnë duke të kujtuar se rruga jote, sa do e vështirë që të ketë qenë, apo sa do e mjergull, ta them kështu duke mos ditur çfarë të bëni, nuk është edhe nuk ka qenë kur e zbrazur. Do të thotë jeni të rrethuar me njerëz që ju duan, që ju vlerësojnë, apo keni shumë gjëra për të qenë minjos në jetën e juaj, prandaj çdo hap me vëmendje në këtë javë të dashur që po sjell kogja risi në jetën e juaj.